Nuh a.s. deri në thirrjen e tij, deri në çastin e tij të fundit që armia po lundronte, e sheh djalin e tij dhe i thot: hajde o biri, arkam ma'na, hajde ngjitu me ne, se kjo është anija e shpëtimit. I thot: o Zot, unë do iki atje në Kodër. I thot babait tij: o babi im, unë do ngjitem në Kodër, atje do shpëtoj. I thot: hajde se s'ka shpëtim. E rëndësishme ndodhi përmbytja. Djali i Nuhut a.s. vdis si jo besimtar. Kur ndaloi anija e Nuhut a.s., këtu gaboi Nuh a.s. Cili ishte gabimi në raport me këtë thirrje të madhe që e ka bërë? I drejtohet Nuh a.s. Zotit gjithësisë dhe i thot: o Zoti im, o djali im po mbyt, ndërsa ti o Zot më ke premtuar që familjen time nuk do ta turprosh. Kaq ishte fjala e Nuhut a.s. Allahu i lartësuar i tha: o Nuh, ke gabu. O Nuh, ke gabu, sepse djali jot nuk është prej familjes tënde, se ishte familja e Islamit, ajo që do të shpëtonte dhe ajo që do të ngallënje. Ndërsa djali jot është jashtë familjes së Islamit. Gaboi Nuh a.s. me njëherë ju pendu Allahu subhanahu wa ta'ala.